Përshëndetje, çfarë po mendoni këto momente? Kjo është titulli i ditës për ditën e sotme. Gjithashtu, unë bazuar në letrat që do hedh, ose do tërheq më sakt, do shikojmë se çfarë versioni do na japi taroti për ditën e sotme, por gjithashtu duam të mësojmë atë versionin emocional, atë versionin të jemi të bukur, të sinqert, të përshtatemi me ndjenjat, me emocionet. Dhe kjo është gjë më e bukur, pavarësisht se disa gjëra në letrat e tarotit mund të vinë melankolike, mund të vinë pa shpresë, por thjesht është një emocion ose një energji dhe asgjë më shumë. Dita vazhdon përsëri, dita e nesërme domethënë vazhdon përsëri dhe energjia përsëri ndryshon zërin, ndryshon fuqia, ndryshon energjia. Dhe ti mund ta përdorësh si të duash energjinë tënde për ditën e nesërme. Po për ditën e sotme është çfarë po mendon ti këto momente? Edhe në netaru apo i tërheq letrat një nga një. Këto momente me pesën e kupës, kupat e derdhura dhe jetë duke qarë aktualisht, çfarë humba në jetë, pse besova atë person në jetë, ose këtë moment mund të jesh e lidhur me një person dhe ai person nuk t'jep atë që ti do. Ti jep më shumë emocione, jep më shumë kohë, jep më shumë energji dhe ai person të ka lodhur brenda teje, po ti nuk e ke kuptuar dhe energjia apo mendimet e ditës së sotme po të vinë vetëm thjesht duke të treguar ty që nuk është dashuria jote kjo. Dashuria jote është diku tjetër. Pse? Sepse 3 gota ti ke të hedhura poshtë. Urat e jetës janë gjysmë me këtë person, nuk janë të plota. Çfarë po shikon në horizontin tënd? Të vi një mashkull me mantelin e kuq apo pretanijet për të kuptuar që ti nuk je për këtë njeri. Me sa shikoj këtu, shikoj që letra 2 na tregon që ai person dhe erdhi dhe 3 shkopin, sa thash mantelin e kuq, unë erdhi ky zotëria duke pritur anijet, domethënë ky pret momentin tik nga juve. Unë nuk e kuptoj pse ti e lë veten të lëndoj ky mashkull, sepse ky mashkull ka destinacion tjetër. Ky mashkull mund të ketë një person tjetër. Mund të jesh dhe martuar me këtë, mund të jesh dhe fejuar, mund të jesh në një bashkëtesë apo në marrëdhënie. Do thuash ti me siguri, Nataro, unë e di që ai më do. Ku e di ti ndjenjën e tjetrit? Ti si brenda ti. Dhe kjo letër këtë thot, sepse ky person këtë kërkon, të largohet me 3 e shkopinve. Ja ku je ti. Ti më thua, po mendoj për të më në Nataro. Por pjesën e ati nuk e dim. Thellësinë e ati nuk e dim. Kujdesin e ati nuk e dim. Ne dim që japim gjithçka. Po je një mbretëresh e lodhur, a? O, sa mirë. Je një mbretëresh e lodhur. Dhe kur je një mbretëresh e lodhur dhe ti pret të kujdeset dikush për ty, të t'japi gjithçka ty, më vjen keq, por ai duhet të kujdeset për ty, jo ti për atë. Ti nuk je nëna e tij, sepse mbretëresha e kupës tregon mëmësinë. Ta dish. Ti nuk mund të bëhesh një psikologe ose psikolog për një person tjetër ku nuk të do. Mbretëresha e monedhës thot që unë do përpiqem për veten time, thot që jam një femër e fortë, do ja dal dhe do kujdesem më shumë për të ardhurat e mia financiare, për fëmijët e mi, ata që kanë, dhe do kujdesem të vendos rregull në jetën time. Të buzëqesh, sepse në jetën time ka pasur gjithmonë stuhi. Dhe unë shikoj që kjo e zonjë këtu po përpiqet me veten e saj dhe pavarësisht se jeta është shumë e vështirë për të. Por 10 e shkopive më tregon që ti po mban shumë vite mbi shpinën tënde. Shumë vite që të kanë lodhur llafet e të tjerëve, problemet, hallet, dhimbjat e së shkuarës, shpresa për të nesërmen, frika për të tashmen. Dhe kjo letër po tregon shumë mirë që ti nuk mund të mbash më. Ti nuk mund të mbash më të gjitha bashkë. 10 e shkopive duhet të heqësh si parë nga vetja jote, sepse vërtet më besoni, unë a them gjithmonë, por lumë ata që kuptojnë dhe e kanë gjetur rrugën e dur. Edhe unë e di shumë mirë që shumë vajza, dhe i falenderoj shumë për mesazhet që më dërgojnë në privat, që në bazë të këshillave që unë kam dhënë, kanë gjetur rrugën e dur, janë bërë nëna sot, kanë ecur përpara me bizneset e tyre dhe janë dikushi. Dhe i falenderoj për dhuratat që më dërgojnë.
dhe më kujtojnë me mesazhet e tyre. Prandaj dhe ti që e dëgjon, femër apo mashkull qofsh, nuk pres diçka nga ty, por merre këtë këshill dhe largoje këtë barë. Në qoftë ai person ta ka thënë një herë, 2 herë, 3 herë që nuk e shikoj të jemi bashkë, ose nuk të trajton mirë, vepro ndryshe. Sepse ndoshta vetëm një këshill mund të hap atë perden e syve. Pse po ta them këtë gjë? Sepse ti je duke menduar dhe thua, a e dua akoma atë njeri? A ka ndjenja? Dhe ndoshta dashuria e vërtetë është duke ardhur, sepse ti je në qoftë se ti flak këtë peshën që ke, je duke vajtur tek shtjella, tek mbretëria jote, tek e ardhmja jote. Dhe ja ku po vjen dhe po të mëson durimin. Do me thënë që ne këtu, këtë moment, deri në fund të prillit, duhet të durojmë disa gjëra. Shumica e shenjave, dhe këtu unë kam shumë shenjat e zjarit edhe të ujit, që është fundi një cikli, 7 vjeçar. Dhe më shumë mund tjetë edhe 10, po 7 do ta zonë këtë moment. Sepse durimi ka kufin. Çfarë mendon ti këto momente? Të pish një çaj me gotat që ke derdhur? Po anijet që janë në horizont, çfarë do bësh? Që po i shikon aty në anë të detit, që ai person do t'ipi anijes dhe do ik. Çfarë pret? Përqafoj mbretëreshën tënde të brendshme. Përqafoj edhe duaj e thellë. Mos mbaj më bara të rënda mbi shpinë. Respekto atë njeri që të thotë të drejtën. Edhe ai personi që ti mund ta kesh sot në shpirt, dhe ai të thotë që, nuk mund të ecim bashkë. Respektoja vendimin, më dëgjo. Mos humb kohë, se nuk ke kohë më. Sepse zemra jote akoma ende shpreson akoma që ai person të ndryshoj, më vjen keq. Mbase nuk të pëlqen zëri im, mbase nuk të pëlqen toni im, po ky është një version. Nuk mund t'i japim dot shpresa aty ku nuk ka. Por unë duaj që ta shikosh këtë që po të them. Okej? Nuk e di, sepse shikoj shumë plagë me pesën e kupës. Shikoj shumë plagë dhe në qoftë se ti je martuar për gjithë këto vite të humbura, vetmia të kalodhur, dhe ndonjëri haron dashurin e vërtet. E haron atë që ka ngelur në jetën tënde dhe i jep akoma forcë treshkopive dhe tani ka ardhur momenti që ti thuash, hajde miru pafshim. Jam e lirë, jam e sinqert me veten, nuk kam më obligime ndaj teje. Nuk kam më fshehje ndaj teje. Kjo vlen më shumë për ata që janë të martuar këtë moment. Po e kthej, domethënë, parashikimin. Dhe këtu shikoj që në horizontin tënd po pyet veten, a është anija ime dur? Dhe vjen me mbretëreshën e kupës. Kjo jam unë, do t'i thuash vetes. Okej? Zemra di të doj thellë dhe ka shumë dashuri për të dhënë. Por ajo meriton dhe shumë përqafime, shumë siguri, sepse është një mbretëresh, dhe kjo mbretëresh është e lodhur dhe ka nevojë të kujdeset dikush për të. Dhe është gati ta vi ta marri. Dhe mbretëresha e monedhës që kemi këtu tregon që po përpiqesh të jesh e fortë, po kujdesesh për veten dhe po buzëqesh në sytë e njerëzve. Por brenda je shumë e vetmuar e dashur. Duhet i thuash vetes tënde. Dua dikë që të më jap stabilitet, jo vetëm fjalë. Dhe letra e fundit për ty është: kjo barë që ke mbi shpinë është shumë e rëndë. Vetmia, mosbesimi, pritja e gjatë, frika se mosha po të kalon, të gjitha së bashku, por një gjë është e sigurt, je shumë e lodhur. Të uroj që dikush i lirë të vi të shikoj sytë tu. Të uroj që frika dhe mosha mos të trembin, dhe të uroj që jeta është shumë e bukur. Të gjesh gjatësinë e energjive të tua dhe shiko sa vlen ti më pas. Të përshëndes kudo që je.